Ata që kanë mbrojtur Shqipërinë me gjak, natyrisht kanë filluar nga familja. Dhe familjen tonë ta mbrojmë edhe me gjak. Popull shqiptar. Sa kohë keni pa dëgjuar këtë fjalë? Na e morën kombin, na e ndanë në popull. Na e morën popullin, na e ndanë në komunitete. 35 vjet më parë, unë kam qenë në këtë shesh duke kërkuar liri, demokraci dhe Shqipërinë si gjithë Europa. Sot, mas 35 vjetësh, i lutemi Zotit sepse politika na ka tradhtuar. Kërkuam liri, demokraci dhe Shqipërinë si gjithë Europa, por jo për këtë, më falin, nevojtorët e Europës. Kërkuam drejtësi si Europa, kërkuam kulturë si Europa, kërkuam mirëqenie si Europa. Sot fëmijët tanë janë në Europë se nuk i kanë këto. Tu kemi ngelur ne, ata që protestuan 35 vjet më parë me shpresë këtë vend, por sot po dalin në pension me 5.000 lekë ditën. Këta kanë ngelur Shqipëri. Dhe ne që kemi ngelur këtu duan na i marrin ata nipër e mbesa edhe na i tredhin. Jo, këtë nuk do ta lejojmë.